Nëse e njeh një person, qoftë edhe bashkëshorti yt, gruaja apo burri, me këto karakteristika tipare të narcizoistit, pra narcismit, i cili që do të thotë pra është i dashuruar në veten e vet, nuk e don veten, po është tepër i dashuruar në veten e vet, atëherë ju ftoj që të keni kujdes nga këta persona. Tani do të flasim disa fjalë për narcistët. Narcistët pra janë ata njerëz të cilët e duan, janë të dashuruar në vetvete. Si duken narcistët dhe si të dëmtojnë ty të tjerët pra. Narcistët shpesh shfaqen si persona të sigurt, karizmatik dhe tërheqës. Ata mund të jenë të suksesshëm në shoqëri, por pas kësaj fasade fshihet një ego e brisht që kërkon vazhdimisht të kesh vëmendje dhe admirim për ata. Nëse pak e lën pas dore, atëherë ai keqësohet gjendja e tij. Narcistët, ata që janë të dashuruar në vetvete, në autoritetin e vet, në pasuninë që e ka bë, unë jam kush jam, si ti dallojmë narcistët? Ata kanë një ndjenjë të tepruar të madhështisë dhe superioritetit. Unë jam më e miri, unë jam më e mira, unë jam më madhështoria, s'ka si unë e të tjera. Ata kërkojnë gjithmonë lavdërime, nuk pranojnë kritika, manipulojnë të tjerët për të arritur qëllimet e tyre, nuk preket në ndjenjat e të tjerëve kur është në pyetje vetja, e përdor arrogancën, madje edhe dhunën verbale, seksuale, vetëm për të dominuar me atë mundësi çfarë ka. Prandaj këta numërohen edhe njerëz që janë manjak seksual, sepse ka të tillë që ndoshta nuk mund të arrijnë atë narcisoizmin e vet përmes punëve tjera, atëherë dëshirohen të tregohen te gruaja e tyre se unë jam i fortë e të tjera. A në realitet ata janë manjak seksual, të cilët shkaktojnë shumë probleme tek sidomos bashkëshortja. Si e pësojnë të tjerët të cilët rrinë së bashku, jetojnë me një burr apo me një grua narciste, pra që është e dashuruar në vete. Partnerët e tyre gjithmonë gruaja ndihet e pavlerësuar kur është në praninë e tij dhe gjithmonë është e kontrolluar, sepse narcistët ka raste kur nuk dojnë shumë gra, shumë persona tjerë, po atë grua që e kanë, ata e bëjnë në kontrollin maksimum dhe si thash më lart, kanë dëshirë të dominojnë plotësisht të ajo grua dhe e bëjnë në një gjendje gruan që të jetë si një robot, ose çka është më e keqja se narcistët, ata të cilët janë të dashuruar në vetvete, në pasurinë që kanë arrit, në autoritetin që janë bab, familje, zot shtëpie, burr gruaje, e tjera, ata nëse nuk i arrin planat e veta, janë në gjendje ose ta bën tjetrin që e dashuron, që e don për interes apo për autoritet apo ku ta di unë, ose e bën tjetrin që ta vras narcistin, ose shumë të burgosur që gjinde në përburgje kanë pas këtë smundjen e narcizoizmit dhe ata që e ka në pronë të veten, nëse nuk është i dëgjueshëm, nëse nuk mund ta dominoj, në fund mund ta shkatroj, Zoti na ruajt edhe deri tek vrasja. Prandaj, e pësojnë të tjerët, sidomos partnerët, nëse jetojnë në një martesë me një person që është narcizoist, pra narcist që e don veten e vet, atëherë atë partnerët e tyre ndihen të pavlerësuar dhe të kontrolluar. E dyta thot, miqtë dhe kolegët gjithmonë ndihen të shfrytzuar prej atij personi. Mandej familjarët, fëmijët e tyre përjetojnë stres dhe ndjenjën e fajit për shkak manipulimit që ja bën prindri fëmijëve. Pra, nëse e njihni dikant me këto tipare, ruaj distancën dhe vendos kufi të shëndetshëm.
fundi i këtyre martesave ka përfunduar njëri në burg, tjetri në dhe. Por lutim Zotin që ju që keni vetine narcisistit, i cili është i dashurum në vete dhe nuk sheh tjetër kënd, merruni me veten, ndryshoni për veten tuaj dhe të tjerët do të ndryshojnë kur juve ju shohin se ju keni ndryshuar. Vetëm kështu e ruani familjen dhe nuk vini tek fataliteti.